Kam pasur një djalë të veçantë, kishte emrin Çimi para 3 vjetësh, sinqerisht më për zotin, ai ma ishte trurin komplet. Erdhi këtu, ishte në Xera, po ai shumë e qeve kishte kurs në berberi, sa mësovi shumë mirë, bëri 6 muaj kurs, para 3 vjetësh. Tani është super berber, ai ikë në Gjermani direkt. Por ajo që më bënte më përshtypje di çfarë ishte, se më mësovi vetë dhe qethe perfekt. Po fillon të mësonte edhe kursantët, më sinqerisht më bëj kështu bëja shumë. Ai shumë e qeve kishte rrinte aty non stop edhe për kushtoshme. E kishte graduar zero, edhe sigur kishte atë motorin edhe zero direkt. Ai shpirë mësovi. Bëri 6 muaj kurs, u diplomua, shkoi në Gjermani. Në Gjermani ka shkuar në Hanover. Ishte afër Bahnhofit, kishte një sallon, atë sallon e kishte një kosovar, sinqerisht sa e pa e mori direkt. Edhe kosovarët janë alamet çuna për zotin. E mori këtë çunin, Çimin, punovi 3 vjet fuqishëm në Gjermani edhe, me 25 euro qethja. Kur më tregon për zotin, ka lek tani më, pik më beti, mori dhe golfin 7 më. Edhe letrat i bëri në Gjermani, kjo preshjeta më, një moment ndryshim jetë më. Edhe kur vjen e më takon këtu, thotë o mirë, falenderi shumë. Sepse me letra gjermane, me punë berber, me lek, edhe me makinë çdo më, pra, kjo është jeta pra. Çimi ka bërë super lek.